Me zi prita sa të vinte ndeshja Bardhazi. Se pjesa me bukur ndeshja, aty është tër lufta. Dhe pale kur e ke ndeshjen me gladiator. Po tani çfarë ti bëj, është viroze madhe, e kupton, viroze madhe, po para se të. Megjithatë ne tentojmë shumë që të shpëtojmë, po prap nuk shpëtojmë dot. Para se të, ne përveç virozës kemi një lajm shumë të mirë. Klinika Kate. More çka ka bërë? Është klinika e ëndrave, klinika e bukurisë, klinika. Imagjinoni ju Erionin me flok? Unë pa flok edhe po pinamin, e kupton, mendo me flok tani, mendo me flok. Pale pastaj klinika... Po qapin gjithë seriozitetu, çmend këto. Pale pastaj klinika dentare Kate. Ajo pastaj është me dhëm magjik. Mirë nga dhëmbët? Aty do shkoj, aty se kemi nevojë për ca proteza. Kthehemi tek tema jon, ke ndeshja jon Bardhazi, bardhazistat në ndeshjen ton janë. Gerta Meta në studion Bardhaziri, kthehet fuqishëm siç di ajo, mike dashur e studios ton. Ajo e di se ç'është debati, po s'bëri debat s'ka për të ardhmë. Ne jemi për kulturë demokratike. Po, kjo është ashtu e quajnë ato. Ashtu e ka emrin ajo shoqata. Ervis Çela, ai është jurist, ka qenë një jurist i shkëlqyer. Tani që ka ardhur në Bardhazi, tani nuk përmbahet më fare. Faleminderit, mirë e gjeta. Miguel Qiraxhi, një nga figurat kryesore të qendresës qytetare, unë e dua shumë, por e dua më shumë kur e ngre zërin për padrejtësitë. Faleminderit. Vjen për herë të parë në studion tonë, por shpresojmë jo për herë të fundit. Atë nuk e donin ata, po e duam ne, çrënd si ka, do ta duan më vonë, se s'kan ku të vënë. Alesia Balliu, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit, mirë se erdhe. Do të flasim për këtë reformën zgjedhore. Ua, kam gjithë jetën që e dëgjoj. Gjithë jetën më. Nga fitoria në fitorie. Na është ngulitur kështu në mendje dhe çdo vit, madje edhe 2 herë në vit. Kemi më shumë reforma se zgjedhje. Pra vetëm këtë fjalë dëgjojmë, reforma zgjedhore, kur nis fjalën një politikan se reforma zgjedhore, se do bëjmë këtë, se pra. Dhe sa më shumë reformohet, aq më ashtu bëhet. Ajo që stuhet domethënë. Trosh thuaje. Jo. Kavalet. Tani, kujt i intereson e gjitha kjo lojë, se që është një lojë... Dikush fiton këtu. Një gjë që s'mbaron dhe një tallje që vazhdon... Loja intereson atyre që luajnë. Komisioni Reformës u ngrit për të bërë një reformë zgjedhore, që është në interesin e mbarë shqiptarëve dhe të gjithë aktorëve politik, ndërkohë që tek tryeza e reformës janë 2 partitë që janë gjithmonë. Nuk janë të ftuara të gjitha partitë. Atëre, kujt intereson loja dhe rezultati, atyre që do ta luajnë atë lojë. Këtë radhë ka një ndryshim, të paktën siç e kanë thënë deri tani, po se sa do zbatohet do ta shikojmë gjithë bashkë rrugës, që nuk janë vetëm 2 partitë e mëdha, por në atë ndarjen e barabartë ka lënë nga një stol rezervë. Po, nga 16 veta që do jetë Komisioni i Reformës Zgjedhore, do t'jenë edhe partitë e reja që do t'kenë 2 përfaqësues, ata të cilët kanë marrë nga një mandat, por që nuk kanë të drejtë vote, do janë thjesht nuk janë të gjitha partitë e reja dhe janë pa të drejtë vote. Si mund t'i dëgjoni, këta gënjen gjithkohës, ju prapi dëgjoni. Se unë jam brezi rritur në tranzicion, edhe unë sa mbaj mend vetëm reforma. Edhe kam përshtypjen që kjo është e keqja e madhe. Po puna se keni kryer dhe ju vigjilencë nga kjo. Shikoj, nuk kemi nevojë për reformë zgjedhore. Domethënë, kjo reformë zgjedhore as si të zgjedhësh modelin e makinës. Marrim ne një model makine, i japim 100 metër, nxjerr një defekt, ne blem makinë tjetër. Ndrojmë makinën të tërën për një defekt. Nuk kemi pasur asnjëherë mundësinë që një sistemi që e kemi zgjedhur, ta kalibrojmë. Ecëm 100 metra, dha një defekt, ja ndron vaj filtra, e merr prapë. Në këtë kuptim, problemi më i madh që ne kemi është që ne futemi gjithë kohës, sa del një problem i vogël, e ndrojmë sistemin dhe njerë. Dhe nuk e lejojmë që ajo të kalibrohet e të hecë përpara. Ata e lënë të kalibrohet, se reformën ata e bëjmë për të arritur në një rezultat të caktuar dhe ndrojmë prapë për të marrë një rezultat tjetër. Se kjo reformë që u bë tani, për disa duke se kanë bërë marrëveshje këta. Reformë tjetër për të bërë një bërë marrëveshje duke për reformën zgjedhore. Lëret kanë blerë dhe ty më duket. Pyetja më e madhe para se
Alesja Tamari është do jetë një reformë zgjedhore që do të kapi zgjedhjet e 2027-ës, që janë zgjedhjet e radhës, zgjedhjet lokale, apo do spostohet për 2029-ën? Apo, do ketë zgjedhjet parakoshme. I kapet ta ato. korrigjoj se nuk është puna për ta kapur zgjedhjet e 2027-ës apo 2029-ës, është për të dakordsuar që dikush të mbaj pushtetin e tij në opozitarizëm të përhershëm dhe tjetrit mbaj për kryetar opozite këtë që e mund gjithmonë, që të ketë ruajtur pushtetin e vet. Sot që flasim nuk është problemi do kemi reform apo nuk do kemi reform. Do kemi senat apo nuk do kemi senat, se nuk është ky problemi shqiptarëve. Do kemi 101 deputet apo do kemi 140 deputet. Problemi sot real i shqiptarëve është që duhet të ndryshoj klasa politike, sepse klasa politike nuk është për të bërë shtet, por është për të ruajtur pushtetin. Dhe përsa kjo klasë politike është për të ruajtur pushtetin, kjo nuk ndryshon asgjë, asnjë reforme. As senati, asnjë gjë, do jetë po kështu siç është tani. Jo, nuk e ndryshon me senatin, me senatin nuk e ndryshon, senati është një formulë për t'i mbajtur këta. Se listat e hapura e ndryshojnë. Listat e hapura do të ndryshonin pjesën politike. Ta mbajmë 6 vite tjera. Senati është, i pranojmë listat e hapura, e kom për 100 deputetët, po senati 40 do jenë proporcionale 4 vjetrit prap, 4 mëndshmit. Nuk është problemi se ku ishim 140 senatit fare. Nuk është halli shqiptarëve është senati apo nuk është senat. Po pse me ta kemi edhe një senat? Kemi një sedit, kemi edhe një senat. Po që ta kemi aty gjëndje, edhe kemi, e provojmë, po e kemi pas provu, s'ka jetë si formulë. Tani dy partit e mdhaja kanë rënë dakord për një gjë të vetme që të ruajnë pushtetin e tyre, njëri në opozit, tjetër në pushtetin Dhe qa është kjo reforma zgjedhore? Të lutem, qa është për ty kjo reforma zgjedhore? Për mua kjo reforma zgjedhore është një zhurmë mediatike për të hequr vëmendjen nga problemet e shqiptarëve, por mbi gjitha ka një risk, që me reformën zgjedhore i mbyllen rrugën sa flukseve të reja. Po pra këtë do thoja, partive të reja, janë dakordsuar që t'jem vetëm këto dy parti, mos ketë parti, sepse i bje... Ke dëgjuar ti ndonjëherë që ta hapi njëri rrugën? Po nuk ka lidhje kjo me hapjen, ato hynë për ta thyre, nuk e thyvën dot se ngecën rrugës. Jo, nuk është vetëm për partit e reja, është edhe brenda partive të vjetra. Sepse në qoftë se do konkurrojnë me listat e hapura, edhe brenda partisë së vjetër, ata do të rrezikojnë. Jo, do të rrezikojnë veten e tyre. Ka një kontradikt madhe. Kjo reklama madhe që bën qofte majta, qofte djatha, gjakuri, breziri, frymare. Qa është kjo? Lesh me qime? Po e më qa është kjo? Kjo është... Si thuhet, në shqip? Ojzojnë, tani... Kjo është me konsultë. Se pas të mire në një një damëse. Fjalla lesh është një fjallë normal. Ke brezin e rritë e PD-ja. Ja pra ku jeni, pra, ja ku jeni. Te studioja, te parlamenti ke madhështorët. Ke madhështorët, Albana Vučić, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, për diskurs publik, nuk besoj se ato besojnë vërtet. Të mos përmendim emra që si kemi në studio se mbrojnë dot në këtë një farë kuptimi. A i mbron mandatja, do i mbron imuniteti, s'ka nevojë t'i mbron ne. Në reformën zgjedhore, me qënë se ne e thamë gjithë këtu që... Një sekund, para se të vazhdosh. Ti gjithë jetën e marrë me reformën zgjedhore. Nuk të ka ardhë majtë hundës. Dhe do vazhdoj. Nuk të ka ardhë majtë hundës ty. Për te i hundës. Qa ka që nuk bëhet kjo? Qa ka që nuk bëhet kjo reforma zgjedhore? Se nuk bëhet, më? Dhe kur nuk bëhet, se nuk eshim dorë, më të bëjmë gjithë tjetër. Në të vetën, reforma është bërë si mbas përfaqësuesve të partive politike. Ku janë të rinë, ku janë partitë e reja? Shiko, reforma zgjedhore nuk është vetëm për të drejta e përfaqësimit. Është për gjitha palët dhe prandaj kërkohet dakordsi dhe konsensus. Ajo që duhet të bëj dallimin e kësaj reforme nga gjithë reformat që janë bërë tani, duhet që palët... Kjo reforma e vërtet. Besojmë, po ta shikojmë, do jetë apo jo. Ka filluar si e vërtet. Pra gjithmonë opozita nuk e përkrah. Ta mbaroj. Çdo parti në Shqipëri kërkon një reformë zgjedhore. Kjo është, kemi sinqerë, do më thënë, çdo parti kërkon një reformë zgjedhore. Dhe për ishtë së vërtetës, se cila parti e kërkon reformën zgjedhore në mënyrë të atill që ajo të nxjerrë më shumë... Çfarë më shumë? Mandate. Të marrë më shumë. Pra kjo është mekanizmi. Se cila parti do të konfiguroj sistemin, që sistemi të prodhoj për të... Këta janë lidh me karrigën ta?
Po ja çfarë të Janë lidhë me karrigën këta që ka reforma dhe ligje, ka zbatimi i saj. Dhe lidhen mbas karrigës. Ka formulë absolute. E kanë lidhur veten mbas karrigës, e kanë pushtetin, kanë numrat, kanë maliqin, kanë ligjin. Dhe ne tani jemi vetëm në këtë pozicionin për të komentuar. Ajo që duhet ishte udhës, ti ke OSB Odirin që kanë nxjerrë sa rekomandime, merri zbatoj rekomandimet e OSB Odirit dhe kanë mbaruar historinë. Të flasi OSB-ja. Lërëm OSB-en tani. Lërëm OSB-en tani. Unë jam bashkëpunëse vendore. Jam bashkëpunëse vendore, jam shumë bashkëpunëtare dhe i shohim kështu. Edhe unë kam Alesja, ka rekomandimet e mira. Ka rrugë tjetër tani. Ja, ta them unë dhe të vazhdoj Alesja. Ajo që është deri tani që duhet të ndryshoj. Rregullat kush i vendos këtu? Po demokraci kanë të gjithë Ma ndërpret fjalën do ta marr. Kemi marrë modelin, kemi politikanë që sasin dhe me. Ajo që duhet të jetë ndryshe nga gjithë reformat e tjera është që palët politike këtë radhë nëse duan reformë të suksesshme dhe nëse duan atë produktin e dakorcuar dhe konsensual, që nuk është bërë asnjëherë, po vetëm është spostuar në kohë, duhet të dalin me vullnetin e tyre politik të shprehur dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Që përpara se të mbledhin ata ekspertët që i bëjnë telef dhe bëjnë drafte ata, bëjnë dhe kështu dhe në fund thonë nuk e gjetëm dakordsinë, miru pafshim zgjedhjet e tjera. Ata e kanë gjetë dakordsinë. Ata e kanë gjetë dakordsinë që në 88, ti thua vazhdon që në 1989 ka rënë dakord. Liderat të dalin, të deklarojnë burrërisht atje dhe të thonë 5 piketa, 5 tani ti ke gjithë përvojën për të thënë dalin këta apo s'dalin. Alesja, më thuaj pak. Kjo është një dëshirë e jotja shumë Jo, nuk është dëshirë e imja. Dëshirë shpirtërore të për realitetin nga dëshira ndryshira. Po pra, në qoftë se duan dhe që të vërtetojmë këto do ta bëjnë apo jo. Ti ke Berishën që mëngjes thot një gjë ndark, thot një gjë tjetër, ndrek firmosi gjë tjetër. Po pra, po për t'ia dhënë Ornelës përgjigjen që pse nuk bëhet, nuk bëhet se nuk duan Ornela. Dhe kur mungon vullneti politik, nuk mund të ketë një dakë të Alesja, a keni vullnet ju të rinjt? Po ne kemi vullnetin, po s'kemi... Se boni ju? Po pa diskutim unë kam folur gjithmonë. Qaj i ka takuar pjesës time si Qaj ju vajzëre... pengoni ju të bëjni bashkë, edhe t'ju rëdzoni këta, sa do të forta kënë vullnetin ata? Ose mos e paqen vullnetin fare? Qaj ju pengon juve? Tu mungon vullneti politik i klasës politike, cilët sot kanë... Nuk do t'ju vija si njerë vullneti, më Alesja, nuk do vija i vullneti. Duhet marrin vullnetin e tyre, sepse e tregoj reforma e zgjedhjeve të kaluara. E donin votën e diasporës ata? Të gjithë dini thoshin jo, nuk bëhet dot se s'janë facilitetet. Po pse u bë? U mblodhën 21.000 firma, u dha vendimi gjykatës kushtetuese, u realizuan. E tha AY. Jo, AY në fillim nuk e tha. AY e kishte menduar që para 5 vitesh ti akoma vazhdon. Jemi te depolitizimi i administratës zgjedhore, meqense ne ankohemi që politika fut duart në zgjedhje, politika e mban peng, politika jep urdhra se si të orientohet vota. Patjetër që po. Tani, jemi rastin e Lushnjës, që është politizuar 90% administratës, janë marrë nga fshatë, janë futur për atë punë. Po, Ornela thot që pse nuk bëhet. Kanë rënë parimisht dakord që ta depolitizojnë administratën. Punonin ato toka që i kanë fituar dhe me anë të ligjit, po janë punësuar, ndërkohë qytetarët e Lushnjës si ke të Alesja, në komisionet zgjedhore ti e ke me ligj që i takojnë partive. Depolitizimi administratës zgjedhore do të thotë që aty mos shkojnë njerëzit e partive. Po kush do shkojnë? Kush do shkojnë? Gjithë profesionet e lira, avokat, noter, inxhinier, doktor. Të bien dakord njerëz që ato ta bëjnë kështu se pa rezultatet e licenca. Ti mendon tani që këto broçkulla që janë, njerëzit do vinë një doktor, do lëri punët e tij operacione dhe do vinë në është detyrë dhe është mision, si shkon në Amerikë atje në... Po kush do ta bëj misionin? Është ditë diele. Kush do ta bëj misionin? Të gjithë do ta bëjnë. Erion është ditë diele janë pushim. Janë pushim dhe doktorët dhe juristët dhe ekonomistët. Asnjë s'ka për ta bërë. Do ta bëjnë se është përgjegjësi. E bëjnë. Angazhim qytetar pra. Do bësh administratën publike? Po. Që janë politike. Jo administratën publike, profesionet e lira, të gjithë njerëzit që janë me licencë. Do të thotë që ti çon tantimet ai dhe ti mbylli magazinet. Nuk çon dot tatimet ai ashtu. Nuk çon dot tatimet. Ne kemi çon që të manipulosh rezultatin. Ideja është që rrezikosh licencën tënde personale për shkak të atij tatimeve. Nuk është kjo që thonë ju është ufologi totale. Kjo pasi rezultatin e saktë. Ndryshe po ne po e lam administratën zgjedhore politike. Kjo që thua pastaj prap çdo zgjedhje nuk i njohim. Kjo që thua ti është të besosh në një sistem të mirë. Ne nuk kemi situatën këtu ku e kemi sistemin e keq dhe na prodhon kjo është model, ka Greqia. Po ta bën më partia politike. Administrata zgjedhore. Po ta bën është nga profesionet e lira. Ta bën partia politike PiS edhe këtë që thua ti. Partia politike do përpiqet të bëj PiS çdo gjë, po kjo është një Te qeniet humane ne nuk besojmë te komisionerët. Kemi teknologjinë
qënjet humane. I kemi komisioner... Në djelës u ati? Jo djelës, jo. Votimi elektronik dhe numrimi elektronik. Pra partit politike nuk e duan, nuk besojnë. Sa alokohet për zgjedhjet, për fletët e votimit, për pagesat e komisionerve, është shumë se sa do të Qa ti bëjmë qaj politike ne, që asë qënjeve humane, asë teknologi. Rezultatin e zgjedhjeve Po ju bëra një pyetje tani, po mos orollateni të katër, nuk e di fare, nuk e di fare. Pse prisni, po ta jap unë me pash ta jap. Pse prisni ta vendosin ata dhe nuk e vendosni ju? Se ata votojnë ne, ata votojnë. Për aq kohë sa partitë politike do merren me reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore duhet të jetë një reformë e ekspertëve. Dhe ato fjalë për përdorur. Jo vetëm atë, Ales. Ore kjo është bërë shumë. Kodi zgjedhores me shumicë të siksuar. Reforma zgjedhore dhe kodi zgjedhor ndryshohet me ligj. Duhen vota, po. Një të dalë të përgjigja juaj, instrumenti vërtet. Bëhet me ligj. Atë ligjin kush e bën parlamenti që janë këto parti politike. Por ka dhe një iniciativë qytetare, jo të lutem, kemi në dorë. Ne nuk mund të rinë tani të vetëm të presim nga ata. Mblidhemi 21.000 veta qytetare aty dhe çojmë nisëm legjislative në kuvend. Ata mos ta votojnë, ama nuk dalin dot më pastaj para publikut e të thonë ne deshëm. Si sa s'di zjata? Ti vëm para asaj stende njërë. Si thaj nuk i njom zgjedhje, do 11 shtator me kokën ullur, u betuan gjithë, kështu që lekta ata një të lutë. Pati iniciativë qytetare nga listat e hapura si bon pra. Që bëdet të presim nga ata? Jo, e bon dhe me iniciativë politike qytetare. është i varësh ujkut mëlqit një qafë. Nuk ka parti politike që do dizenjoj një skem zgjedhore që është në dizavantaj pse hyt ju partit e vogla? Pse hyt ju? Pse hyt ju partit e vogla? Flas për partit e vogla, nuk po jemi të reja. Pse hyt ju? Edhe partit po jo ju se nuk kam hyrë. Në i kocë këtat më dhejnë. Nuk kam hyrë. Tani. Po si jo. Po ta them unë pse hym. Ti e ke të bindur, ti e ke skemën e qartë tani. Ti hyn, po ç'a hyn? Nuk e kam skemën e qartë. Unë kam shkuar me 4 pika dhe ja kam vënë aty në komision të ligjeve dhe të reformave. Ku i ke ato 4 pika? Po, i kam. Depolitizimi i administratës zgjedhore, Shqipëria zonë zgjedhore. Ku i ke zotrin letër i ke? Jo letër, i kemi çuar nisëm legjislative. Je parlamenti më zotrin. 140 deputetë kokën kokë të gjithë atyre. Është parlamenti, kush nuk votoi? Votuan qytetarë, po ç'a ti bëjnë formulës që kanë lënë këta? Ç'a bëjnë ata? 65.000 vota një mandat. Kush e ka fajin? E kanë fajin njerëzit apo e ka fajin formula? Sido që t'jetë sistemi, po je partia me e votuar, fiton pushtetit. Tani, kur nuk ke vota, sistemi ose do të dëmtoj, ose nuk do të dëmtoj. Po çelësi është, do bëhesh parti e parë, do bëhesh parti me votuar dhe do marrësh pushtetin. Nuk është vaj sistemit, sepse tani të fitoj dikush me 83 mandate, pa diskutim është mungesa reale opozitës vendit dhe opozita është pale pushtetit, është paterice pushtetit. Këtu fillon problemi. Jo sistemi, thot ai, po sistemi pse s'ti dha partisë tënde? Partisë time fjala bie mos e zë. Po formula, pse s'ja dha? Votbesimin popullit. Se s'ka votat, sepse votat... Jo, ngatron. Sepse votat, jo, nuk e ngatron fare. Kuj ke votat? Ja ta them unë. 65.000 vota, një mandat. Po ja dhe 6 kisha, o zotri, që diferencë të bëjë ti? 30.000 vota diferencë në Vlorë, kam prodhuar 6 mandate. Po mi më 66, 71 i muri Rama. Kjo është pjesërisht e drejtë. Po e zëva kjo 71 plus Rama, i ka. është tjetër gjë ajo. Po si është tjetër gjë kjo? Që këtu nis dhe këtu përfundon diskutimi. Rama sot ka 71 mandate se Berisha është paterica ti. Dhe prandaj këtë reforma do të bëjmë së bashku për në postur dhe partitë e reja që të rrinë pushtetin së bashku. Prap doli Berisha, prap doli fajtor Berisha. Që do ky sistem ka një defekt të madh. Që të parin, çfarë fajtori ish Berisha, populli votoi për Ramën, pik. Po jo dhe nuk votoi, edhe aty 30.000 vota më pak. Po për Berishën nuk dolën 200.000 njerëz të votojnë. Nuk dolën shumë njerëz, analiza bëhet në 2021 që pati rritjen kohën e Bashës dhe pati 65 deputet ka qenë 2017, 2021 vetëm periudhë që PD-ja ka pasur ngritje, ndërkohë në periudhën që është Berisha e ke përfunduar grupin parlamentar të Partisë Demokratike me 45 deputet, dhe kjo është vetvrasje politike. Pse? Sepse ti do të mbash partinë si pronë private dhe personale, sepse ti nuk jeton dot pa pushtetin dhe nuk e lëshon dot atë për të hapur garën, për të hapur meritokracinë brenda partisë tënde, dhe duke e pasur, po pikërisht pra se nuk ka garë reale, Rama është komfort, sa kohë tjetë Berisha aty, Ramën do ta kesh gjithjetën kryeministër.
Kjo është e gjitha, sepse pa diskutim njerëzit do shkojnë tek pushteti, është e pritshme. Nuk ka se ka dhe një problem tjetër që tashi kjo dakordësia politike që është paraqitur për reformën zgjedhore, nuk e di pse se kemi dakordësinë politike që janë po të njëjtët aktorë për reformën territoriale. Kemi dëgjuar që dakordësinë e ke vetëm për kullat, zonjë. Edhe për datat 28-29 nëntor, partitë politike iknin të dyja në datat ndryshme tek varrezat e dëshmorëve, por vetëm për kullat bin dakord. Vetëm është tani ky double standardi që kemi dakordësi politike për një reformë të rëndësishme, vetëm për ato bin dakord ato. Që do kemi pluripartitizëm në zgjedhjet. Edhe dakord që t'jenë të dy ata te komisioni, se në fund ti ishe bindur ti si çdo reformë tjetër, do dalin me raport minorance, dhe do të nuk jemi dakord. Nuk jemi dakord. Kam unë përplasje. Një, atëre pse dhe OSB-ja tallë me nderen me shqiptarët duke thënë që zgjedhjet kishin probleme, ta ke njojnë. Jo, Një sekundë se ke të shkruar. Jo, të shkruar. OSB-ja ka 3 raporte që thot duhet listat e hapura, duhet depolitizimin se nuk e bëjnë ka se ka fajin OSB-ja. Një ndër fragmentet që OSB-ja ka dhënë aty ka thënë mos intimidoni ditën e zgjedhjeve votuesit. Si mos? Flamur Noga intimidoi më. Organizon zgjedhjet në Shqipëri OSB-ja. OSB-ja vjen raport. Është përdorur shteti për fushat. Çdo vit ka thënë. Nëse është përdorur shteti për fushat ka pas zgjedhje. Ore çdo vit ka qenë një raport. Ka ndikuar në rezultat. Ka pasur, po s'ka pas ndikim në rezultat. S'ka pas ndikim rezultat. Do me thënë, kur vetë ti thonë do të thyej këmbët, edhe ai të bën çaj thua ti, s'ka pas ndikim rezultat. Tani, a mundet që të korektojnë këto? Nëse bëhet fjalë për sistem zgjedhor, reformë zgjedhore, a mundet që të rrisim si shtote OSB-ja ndëshkueshmërinë, mos përdorimin e shtetit, financat e partive? Ore, po tani, a do bëjmë një gjë që do jetë e qëndrueshme, apo do ndrojmë makinë prap, do ndrojmë sistem prap? E qëndrueshme është kjo, rregullojmë të që kemi. OSB-ja tallet. Po nuk tallet. Se sa gojnë në Europë, pak, në base kanë dëgjojnë ata. Po nuk mund të marri vendime ekzekutive OSB-ja. Po BE-ja ka hapur kapitujt. Dhe në kapituj është edhe zgjedhja. Po, dhe janë në detyre, po e di çfarë do ndodhi. Ja ta them unë çfarë do ndodhi. OSB-ja, raporti i Odirit thotë duhen listat e hapura. Do i bëjnë ta listat e hapura, do ndryshojnë formulën, do thonë 100 deputetët, dhoma e ulët, do zgjidhen me lista hapur dhe do e adresojnë raportin e Odirit. Pragun do e bëjmë 7% që partitë e vogla se ka minut më kurrë. Do jenë ata nga proporcionali, edhe janë mbaroj filmin, ja ekzekutuan raportin e OSB-Odirit. Po ta bëjnë mos si të duan. Prap ju të vegjëlve ju hëngrën. Shiko, ta bëjnë mos si të duan. Problemi është që unë është mos hanë si popull. Shiko, popullin e kanë ngrënë ata. Ta bëjnë mos të duan, vendi ka nevojë dhe ata nuk e bëjnë dot sistemin që i voglit fitoj. Që do të thotë, nëse ne si shoqëri arrim të ndërtojmë një potencial politik që një forcë politike opozitare me shumicën e votave nuk ka sistem që nuk e nxjerr fitues. Ky sistem mund të jetë i dobët ose mund të jetë me elemente problematike, po ka një gjë. Ky sistem ka një problem që të madhin e zmadhon. Kush ka më shumë vota e bën më të madh. Voti më i madh dhe ke pushtetin. Nuk bësh dot direkt i madh. Pra të heqë vrrullin fytëriut dhe nuk e lë aksesin që ti të ecësh, sepse ai madhi bëhet më i madh. Ore sot përsëritën zgjedhjet. Besoj se njëri nga ju shoh një listë hapur ata të gjithë atje. Dhe këta senatorë do ta shikojnë vetëm. Do presësh që Rama ta bëjë sistemin politik. Dëgjoj pak pyetjen. Po? E zem sotër bëhen prapë zgjedhje. Ti mendon se mund të fitojë Berisha zgjedhjet? Po kush po thot Berisha apo Rama? Po sepse ndryshimi vjen nga opozita, tani të pëlqen, s'pëlqen ty, është forca më e madhe mbas pushtetit në vend. Kështu që ajo i bie ta bëjë ndryshimet. Dhe me ligj gjithmonë opozita kush ka më shumë mandate bëhet kryeminist. Nëse janë në listë hapur të gjithë, si nga PD-ja, si nga PS-ja, këta të vjetrit, që nuk ikin nga karrige që po themin ne, jo për nuk bëhet dot ai po si mori votat, po do t'i marri personale, jo më nga partia. Dhe po janë aq të aftë. Personalisht i marrin votat e shkojnë atje ata. Kemi që kundër. Një sekondë, jo nga partia. Ma shpjegoj çik ti Gerta, ç'është kjo puna e qiçës asnjëherë? Si ti Qenia lista për 40 i ke në Senat, që nuk zgjidhen njëri për 6 Se kjo do bëhet? Po pra ky është në propozime. Në parim të dy palët, të dy eksponentët, si Rama, në kongres ta e do bëjmë parlamentin me 100 deputet. Se do ketë zgjedhjet parakoshme.
nuk ka mundsojmë ne. Nuk ka mundsojmë për këtë pjesë. Sigur zgjedhjet janë sot, pra opozita nuk fishon. Ne zhurma dëgjuam, po kriza ose ti më fati. Çështja është kështu. Ideja është që do ulin një numrin e parlamentit, po unë mendoj që është çik abuzive, sepse po aty do jetë ke 140-ja. Domethënë 100 do zgjidhen nga populli drejt për drejt dhe senati do jenë këta të listës mbyllur. Madhështorët. Alesia thot janë madhështorët, që Alesia ka përcaktuar edhe kush janë madhështorët. Nëse bëhet me 100 deputet ky parlamenti i ardhshëm, qa do të thotë, që partitë e vogla nuk kanë shanse fare ty në aty? Po në qoftë se ai do vë një prag, se do rritë një mandat 20.000 vota. Është tjepe çfarë nuk ka bërë. Truni me këtë konceptin partitë e vogla. Çdo parti aspiron të bëhet e madhe. Zgjedhjet e nxjerrin të vogla. Që do të thotë, edhe një parti e vogël nuk mund t'i qaset lojës si e vogël. Duhet t'i qaset lojës si fitimtarëse. Nuk mundet të presësh që Rama ta bëj sistemin të pëlqyeshëm për partinë tënde. Ne po themi mos të dalësh i vogël apo i madh me formulë. Po të dalësh në bazë të votave. Në bazë të votave dole i vogël apo i madh. Ajo formula që nuk ka kuptim fare, që ato te pricat ja çon PS-s dhe PD-s dhe fiton 10 mandate Partia Socialiste. Është skandaloze. Rasti i Shqipërisë bëhet është interesant. Edhe 10 minutë stile po ja japun dakordime jo të dy, 10 minutë si bie nga 83, 73. 71 plus ai është kryeministër prap. Po do përpiqemi. Ne zëmë ja hoqëm dhe këto 10 mandate. Po ja hoqëm. Shiko, do përpiqemi ta çojmë 13, jo 10. Problemi real është pjesa e opozitarizmit shqiptar. Patjetër që po që ky dy luftimi mazhorancë dhe opozitë duhet të jetë shumë. Ja ishim do 10 i bime formular. Shumë herë më i fortë, po okay, pra, po ajo 10 që ja e dhuruar le të ndahet ke këto parti të reja që hyn në garë. Patjetër, jam dakord. Mos marrin një mandate, 2 mandate, po të shkojnë 3, 4, 5. Grup parlamentar për këtë duhet ta diskutojnë ekspertët dhe duhet të kalibrohet nga ekspertët. Po ja lam neve partive. Financimi i partive. Po ç'ke me financimin? Vetëm financimi që s'ka probleme. S'ka mbyt njëri probleme. Tani ti po byt për financimin. Ne financuam La Civitane sollëm nga Merida këtu në partinë. Ç'ke me financat sepse këtu ka një ligj që e rregullon disi. Dhe ne nuk është problemi me, le të themi, parat e deklaruara. Problemi në fushat është me flukset kriminale dhe me parat e pa deklaruara që furnizohet. Problemi në fushat është... Këtë nuk e rregullon dot me ligj. Është financimi medjave. Ky është problemi i madh fushat, edhe ky është problem shumë i madh fushat. Absolutisht po. Ku ka fatura ka probleme, se ku s'ka fatura s'ka problem. Ky financimi medjave këtu. Këtë e rregullon nëse partitë politike janë demokratike dhe partitë që të jenë demokratike duhet të kenë bazë të shëndosh qytetarësh që i kërkojnë llogari kryetarit të tyre dhe partisë të tyre. Nëse kryetarët kur çdo qytetar të kjo ndodh mos ke gar. Mos jesh gar ndodh. Kjo është pyetje e mirë. Prit. Jo vetë kthejmë përgjigje. Kur çdo qytetar. Jo pra, tani bën pyetje kthejmë përgjigje vetë. Ma bëri andej pyetje. Tani ja ta shpjegoj unë. 2 persona që kërkuan llogari kryetarit partisë kam qenë unë dhe zoti Sula. Zoti Sula se fitoi primaret. Po ti kishte kërkuar tërë baza. E gjithë baza. Po pra, se këtu nuk ka vullnet politik dhe kalojmë nga që te mua. Nuk ka vullnet politik, nuk sill ndryshimin dhe nuk sill zhvillimin e shoqërisë. Bravo. Që do të thotë çdo qytetar që na shikon ne sot dhe është antar partie, do duhet që të marrë pjesë aktivisht në partinë e vet. Ti kërkoj si vjen burimet, si bëhet kandidat. Duket çfarë ty dhe mua. Po kjo është tjetër gjë më pasaj, që do të thotë, në demokraci duhet të mbajë kryqin gjithë secili nga qytetarët. Nëse antarët e partive nuk e mbajnë këtë kryq që ta demokratizojnë partinë, ne do kemi gjithë fenomenet që po flasin. Jo sistem të ndryshojmë, po qellin me tokën ta bashkojmë, kjo nuk Ne kemi një shoqëri të pa demokratizuar dhe parapolitike, sepse si e shikon ti atë smundjen? Çfarë është ajo smundje që ju ka hyrë nga brenda PD-s? Është smundja enveriste, pasi do ta analizoj me 3 fjali të shkurtra faktikisht. Berishën e ndoqja në rrithe me lim sepse premtoi garon, premtoi deputetët do t'i zgjidhte populli, premtoi që kryetari i cili do fitonte do vazhdonte, kush humbiste do jepte dorëheqjen, por mbi gjitha i bëri premtim që kur më nuk do bllokonte zgjedhjet. Dhe unë sot kam ndier një keqardhje të madhe para se të vija këtu në studion tuaj, sepse pash kanë dalë këto fletët e votimit edhe PD-ja nuk ka logon e vet.
kështu që neve avash po humbim edhe identitetin. Duke parë gjithë këto zhvillime që ndodhen Partinë Demokratike, duke qenë pjesë e një gare ku dola një ndër 3 femrat më të votuara të qarkut Elbasanit, dhe duke parë që Berisha nuk respektoi primaret, sepse i fitusi i qarkut tonë ishte zoti Sula dhe ai tha, mua nuk më interesojnë çfarë thojnë antarët, çfarë thojnë demokratët e qarkut Elbasanit, këtë njeri nuk e dua unë, se unë jam kryetari dhe do ta heq. Dhe duke parë që diçka tjetër thoshte, diçka tjetër bënte, pash nuk ishte më kuptim që ne të vazhdonim aty. Dhe pa diskutim unë ngrita zërin ndaj padrejtësive dhe kur reagova u bëra tradhtare për partinë time, si unë si zoti Sula, sepse kam kuptuar një gjë që mënyra e operimit të Partisë Demokratike, të leadershipit po flase, nuk dua të fuz gjithë antarët e thjesht Partisë Demokratike, po të Sali Berishës kur e ke përballë është duke të linçuar dhe duke pa diskutim shpifur mbi integritetin e dikujt tjetër. Në rastin konkret, ato çka pësoi Basha, e pësova unë, e pësoi zoti Sula dhe e ka pësuar çdo kush që i ka dalë kundra Sali Berishës, sepse Sali Berisha në vetvete di vetëm të sulmoj nën brez, jo të sulmoj përballë. Dhe këtë gjë e bën vetëm me anë të shpifjes edhe të disinformimit të gjithë. Po vetë ti si Alesia, ndihesh kështu e tradhtuar në ato bindje që ke patur? Absolutisht, unë jam luftarake. E ke quar ndërmend ndonjëherë të ndrosh edhe... Tani unë jam luftarake, vi nga familje djathtë. Të ndrosh... Bëj parti tjetër. Jo, të bësh parti tjetër, po ndoshta ti bashkangjitesh në një partije më të konsoliduar edhe më premtimdhënëse. Ndoshta dhe... Unë në PD kam dhe PS-s. Unë nuk jam e majtë, edhe s'do jem kurrë e majtë. Ashtu, Kjo është e ditur, unë vi nga familje djathtë, jam me ADN të djathtë, kam një... Po kur nuk të pushet kimia me liderin, kjo është problemi. Duhet bim dhe në analizat e gjakut Citadel, i majtë apo i djathtë. Ti vazhdo bëj, po unë po flasë për çka përfaqësoj unë, edhe e di që bindjet e mia nuk mund t'i ndryshoj dot, t'i bëj të majta vetëm sepse kryetari i partisë time bëri gabime jo vetëm me mua për sa i përket kandidimit, po me shumicën dhe shumë individ cilët kishin dhënë kontribute ndër vite në Partinë Demokratike. Unë mendoj që duhet të ndryshohet leadershipi i Partisë Demokratike. Ka që pamundur është në 35 vite të ketë një leadership të ri e djathta shqiptare. Ka që pamundur është shqiptarët të ketë kishë probleme dhe gjitha partit politike në Shqipëri, se nuk është vetëm me të djathtën. Çdo partit politike ka këtë problem në Shqipëri. Po ja fut kota një se fitusit nuk i kërkohet llogari. Një humbës nuk duhet jetë aty për të justifikuar. Po e ke gabim pra, jo, fitusit nuk i kërkon dot llogari. Nuk ka qenë gjithmonë fitus. Sa i thot po. Ka qenë dhe humbës. Po në 4 zgjedhje rresht e ke fitusit atë s'ke çaj tani. Po problemi është gjithë itinerarin dhe humbës dhe fitus. Një humbës nuk duhet jetë aty për të justifikuar o zotëri. Problem Alesia e të gjithë partive politike në Shqipëri dhe gjithë shoqërisë tonë. Ne jemi akoma shoqëri parapolitike, ne themi jemi me familje, me fisk, ne po sa rritëm në një familje që njëri të votoj PD-n, tjetri PS-n, tjetri një parti tjetër, kjo tregon bindje dhe lexim programesh. Jo të ecësh turm, ne jemi me kë, sa shuj ne jemi tifoza. Ne jemi thjesht tifoza nëse ne nuk i vlerësojmë. Po nuk arriti këtë gjë shoqëria. Po sa rritëm atë, nuk mund të kemi ne. Dëgjoj, ju pare njerë, po debatuar dhe po su bët në një pik, ju të rind njerë, që të bëni në një pik, të rëzoni gjithë këtë kasën e gjithë programi, nuk është problemi programi, kjo flet për program, ndërkohë deputetët e parlamentit flasin sa i kushton kostumi dikujt. Ndërkohë kjo këtu në studio flet për program, ai që është i mandatuar nuk ka hallin e programit, por ka hallin sa kushton kostumi për bërshov. Halli dikujt tjetër. Alesia, po pse është kaq e vështirë që të keni një reagim në grup brenda qoftë Partisë Demokratike, jo vetëm individuale. Pse, domethënë, nëse gjëja është jo demokratike brenda. Jo vetëm Alesia, jo. Alesia dhe Dash Fula reaguan, i është kthyer i parti kundra, sepse këtë mënyrë linçimi ka Berisha, të kujdoj që del kundra, jo vetëm të Alesia. Po pse gjithë frikaqak janë në PD? Çdo kundërshtari, unë këtu mbaj përgjegjësi për Alesia Balliun, nuk mbaj përgjegjësi për gjithë antarët. Tani arritëm në momentin fantastik të gjuajtjes së penaltive. Penaltia është një konkluzion, po penalti, bam bam. Shiko, unë them që unë them që nëse je antar partije dhe ke disa vite që nuk paguan kuotën e partisë, ti e ke humbur atë partisë sepse dikush e ka paguar për ty, është ai i cili në fakt është krimi organizuar që kontrollon apo bakshishi që kontrollon partinë tënde. Në këtë kuptim, nëse ti je aty
dhe nuk e kërkuar llogari asnjëherë dhe nuk e ka paguar asnjëherë, mos kërkoj që gjërat në vend të shkojnë mirë. Ervis. Për cilën skuadrë ta bëjmë penaltin? Nga kush kraj jemi? Ti je me krahun e të ardhmes. Me krahun e të ardhmes. Për skuadrën tënde, se ne s'kemi skuadrër. Nëse do flas për skuadrën time, unë kërkoj një arbitër të paanshëm që të bëj penalti. Nëse skuadrat hynë në lojë dhe arbitrat i caktojnë po prap ato, atëherë aty nuk ka lojë dhe nuk ka garë. Pa u bërë depolitizimi administratës zgjedhore, pa u bërë gjithë Shqipëria një zonë zgjedhore që votat jetë e barabartë nga veriu në jug edhe nga lindja në perëndim, aty nuk mund të ketë një reformë të vërtet zgjedhore. Bashkimit Evropian, valla. E ka të mbushur Bashkimi Evropian, se e ka si rekomandim listat e hapura. Penaltia është duke u gjuajtur, shpresojmë që përveç bashkëkryetarit të deklaruar për Komisionit të Reformës Zgjedhore, të kemi edhe bashkëkryetarin tjetër, sepse po e mbajnë sekret ende, nuk e kanë deklaruar zyrtarisht, e kanë të sjellë se kush do jetë, por mendoj që nëse do kemi një reformë zgjedhore që do t'jetë e suksesshme, presim me padurim që kush do t'jenë 5 piketa që do t'ketë reforma zgjedhore për të realizuar dhe për të ndryshuar për një garë që nuk do jetë parti shtet gara. Kurse unë do insistoj prapë të njëjta gjë që nuk ka rëndësi reforma zgjedhore se sa ka rëndësi vullneti politik për të ndryshuar. Pa që në vullneti i politikanëve që të shërbejnë, pa që në vullneti i politikanëve për pasur shqiptarët një të ardhme më të mirë, nuk mundet asnjë lloj reforme ta zgjidhë këtë problem. Pasi si 100 deputet, si 140 deputet, si të zgjedhurit e popullit, si të emëruarit e partive, nëse kanë hyrë aty vetëm për të ruajtur pushtetin e tyre politik, ato kurrë nuk mund të sjellin ndryshimin. Ato kurrë nuk mund të jenë e ardhmja, por ato do vazhdojnë të jenë atë grackën që janë futur vetvetiut pushtetit dhe që do përfundojnë gjithë një nga një aty ku kanë shkuar gjithë, që janë dyert e spakut. Kjo është vetëm një shpresë, besoj, se asnjë përpjekje s'bën. Jo, unë mendoj që vullneti politik ka ardhur koha që realisht njerëzit do reagojnë. Njerëzit janë të lodhur nga kjo politikë. Dhe mendoj që... Ti beson se këta njerëz do lëvizin, se unë mendoj se edhe njerëzit janë lodhur. Pra si që janë lodhur këta, janë lodhur njerëzit... Po e them këtu... Njerëzit janë dërmuar, si janë po e them këtu te studioja juaj dhe besoj vërtet këtë që po them. Unë mendoj që të gjithë kanë për të reaguar ditën që do kenë shpresë dhe ditën kur opozita e shtetit shqiptar mos jetë e kapur, mos jetë e shitur. Dita që Sali Berisha do dali nga skena politike do jetë një shpresë për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për Partinë Demokratike. Po mund të vijë një madhështor tjetër në vend të Berishës. Nuk vjen as një madhështor tjetër në vend të Berishës. Nuk vjen dot një madhështor tjetër në vend të Berishës dhe do ta them unë pse. Sepse Berisha është ai që mban madhështorët e emëruar, mban dhe gjithë të dështuarit, cilët nuk mund të prodhojnë më politikë në shtetin shqiptar. Shumë e vërtet ke. Mirë, unë gjej rastin... Ke penaltiti apo si e ke? Unë kam një... bilbilit. Kam një penalti në fakt. Penaltia ime është kjo. Unionet Western Union është një nga kompanit më madhështore që ekzistojnë në Shqipëri për 30 vjet me radhë. Ka dhe 30 vjetorin. Ka 30 vjetorin. Ka punuar bashkë me shqiptarët, është bërë një urë për gjithë shqiptarët kudo në botë, dhe përveç kësaj tani ka hyrë te epoka digjitale me 100 shërbime në UPay, kështu që është një moment për të gëzuar, pra nuk është se janë të gjitha gjërat të këqija, ka dhe momente pozitive në këtë jetë. Kurse, për sa i përket reformës zgjedhore, të gjitha, mua më këto më duken llogje. Më kupton? Hajde... Politika llogje është. Është një fjalë që unë s'dua ta them në studio. Jo, pse të rinjt e kanë marrë shumë seriozisht. Por... E kanë marrë seriozisht. Unë ta lexoj pasionin, vërtet. E lexoj Jam dakord. Po pa politikë nuk bëhet. E reformës zgjedhore. Kur të filloj reforma e reformës zgjedhore, dhe si bëhet ajo? Ju duhet bëni gardë në be. E kupton, i thoni që nuk ka reformë fare këtu, e kupton? Reforma nuk bëhet me ujku me mëlqit. E kupton? Ju diskutoni, mëlqiti ha ujku. Se i kanë qaf.
Bëja do thot janë punët tuaj të brëndshme e zgjidhni. Maturoni si politikan. Atëherë të mësoj unë. Kini qasje europiane dhe mësoni të zgjidhni gjërat, jo me arbitër, po vetë. Po dua lek si ekspert. Ta mësoj unë si bëj. Do të shkojmë pas publicitetit dhe ju pres këtu natyrisht në akuzë.